Kapitulli 13. Hiri I Perëndisë. Është diçka e zakonshme që krishtërimi të quhet në të gjitha kishat një fe e hirit. Është një postulat në edukimin e krishterë që hiri, larg të qenit një forcë jo vetjake apo një lloj elektriciteti kozmik, I cili përfitohet si rimbushja e një baterie të lidhur me sakramentet, në fakt është një veprimtari personale. Është Perëndia që vepron me dashuri ndaj njerëzve të tij. Shpesh vihet në dukje nëpër libra dhe predikime që fjala e dhjatës së re për hirin, charis, sikurse dhe fjala dashuri, agape, është një fjalë me përdorim krejtësisht të krishterë. Pra, ajo shpreh konceptin e mirësisë spontane dhe të vullnetshme, I cili ishte pothuajse I panjohur nga etika dhe teologjia greko-romake. Në studimet e Biblës për fëmijë, theksohet vazhdimisht që hir do të thotë pasuritë e Perëndisë në kurrizë të Krishtit. Nga akronimi në anglisht GRACE, Grace, God's riches at Christ's expense. E pra, pavarësisht këtyre fakteve, nuk shohim shumë njerëz nëpër kishat tona që të besojnë praktikisht në hir. Sigurisht, ka pasur gjithmonë disa që e kanë gjetur mendimin e hirit aq jashtëzakonisht të mrekullueshëm, saqë kurrë nuk kanë mundur të shkëputen prej tij. Hiri është bërë tema e vazhdueshme e bisedave dhe lutjeve të tyre. Ata kanë shkruar himne për hirin, madje disa nga himnet më të bukura, dhe duhet të kesh ndjenja të forta për të prodhuar një himn të mirë. Ata kanë luftuar për hirin duke duruar edhe talljet dhe humbjen e privilegjeve nëse ishte nevoja, si çmimi që duhej paguar për qëndrimin e tyre. Ashtu si Pali luftoi kundër judaistëve, po ashtu Agustini luftoi kundër pelagjianëve. Ashtu si reformatorët luftuan kundër skolasticizmit, po kështu edhe pasardhësit frymëror të Palit, të Agustinit dhe të reformatorëve kanë qenë duke luftuar qysh asaj kohe me doktrinat e ndikuara nga Kisha Katolike dhe nga pelagjianizmi. Ata dëshmojnë bashkë me Palin, por me anë të hirit të Perëndisë, jam ai që jam. 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 10. Dhe standardi I jetës së tyre është: unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndisë. Galatasve, kapitulli 2, vargu 21. Mirë po shumica e pjesëmarrësve në kisha nuk janë si këta. Ata mund të jenë dakord me idenë e hirit, por mjafton vetëm me kaq. Jo se ata kanë një koncept të degraduar për hirin, por se ky koncept nuk ekziston fare. Ky mendim nuk është as pak domethënës për ta dhe nuk ka ndonjë ndikim në përvojën e tyre. Provo të flasësh me ta për sistemin e ngrohjes në kish, ose për buxhetin e vitit të kaluar, dhe ata do t'ju bashkohen menjëherë. Veç se nëse provon të flasësh me ta për realitetet që shpalos fjala hir, ata do të përvidhen me shumë mirësjellje. Ata nuk ju akuzojnë se po flisni gjepura, dhe as nuk e vënë në dyshim që fjalët tuaja kanë kuptim. Por ata ndjejnë që, pavarësisht se për çfarë po flisni, kjo është e pakapshme për ta. Sa më gjatë që të kenë jetuar pa njohjen e hirit, aq më të sigurt janë që nuk ka nevojë për të në atë fazë të jetës. Asnjë gulqim të hirit. Çfarë I pengon shumë prej këtyre që thonë se besojnë në hir për ta vënë atë në praktik? Pse kjo temë ka kaq pak kuptim edhe për disa prej atyre që flasin kaq shumë për të? Rrënja e problemit duket se është opinioni I gabuar në lidhje me thelbin e marrëdhënies midis një personi dhe Perëndisë. Ky opinion I gabuar është ngulitur jo vetëm në mendje, por edhe në zemër, aq thellë sa të mos e vëm kurrë në dyshim.
pasi e marrim gjithmonë si të mirëqen. Ka 4 të vërteta jetike, të cilat doktrina e hirit i parashikon për këtë situatë, dhe nëse nuk bëhemi të vetëdijshëm për to dhe të ndjeshëm ndaj tyre, besimi qelibar në hirin e Perëndis është i pamundur. Fatkeqësisht, fryma e epokës sonë i kundërvihet maksimalisht këtyre të vërtetave. Prandaj, nuk kemi pse habitemi që besimi në hir është kaq i rrallë në ditët e sotme. Këto 4 të vërteta janë: e para, paaftësia morale e njeriut. Burra dhe gra moderne, të vetëdijshëm për arritjet e tyre shkencore të jashtëzakonshme në këto vitet e fundit, natyrshëm priren të kenë mendime të larta për veten. Ata i shohin pasuritë materiale, si edhe çdo gjë tjetër, si më të rëndësishme se sa karakteri moral. Ata tregohen jashtëzakonisht të butë me veten në sferën morale, duke i konsideruar disa virtyte të vogla si baraspesh për vese të mëdha, dhe refuzojnë që të marrin seriozisht idenë se nga ana morale ka diçka të gabuar në jetën e tyre. Ata kanë prirjen për ta shpërfillur vrasjen e ndërgjegjes, si të tyren, ashtu edhe të tjerëve, si një anomali psikologjike e pashëndetshme, si shenjë e një sëmundjeje dhe lajthitje mendore, në vend që ta shohin si një tregues të realitetit moral. Ndodh kështu sepse burrat dhe gratë moderne janë të bindur që pavarësisht të gjitha çapkënllëqeve të tyre të vogla, pija, kumari, ngarja e shkujdesur e makinës, shthurja seksuale, gënjeshtrat e mëdha dhe të vogla, praktikat mashtruese në biznes, leximi i letërsisë erotike, e kështu me radhë, ata në thelb janë njerëz të rësisht të mirë, pastaj siç bëjnë paganët. Dhe zemra e njeriut modern është një zemër pagane. Për këtë të jeni të bindur. Ata e imagjinojnë Perëndin si një imazh të stërmadhuar të tyren dhe hamendësojnë që edhe Perëndia e aprovon vetkënaqësinë e tyre. Mendimi që ata janë krijesa të rëna nga shëmbëllimi i Perëndis, që janë rebel ndaj sundimit të Perëndis, fajtor dhe të papastër në sytë e Perëndis, të denjë vetëm për dënimin e Perëndis, as që u shkon në përmend. E dyta, drejtësia ndëshkuese e Perëndis. Qëndrimi i burrave dhe grave modern është që të bëjnë një syqor ndaj çdo keqbërjeje për sa kohë që mund t'ja hedhin pa u lagur. Ata i tolerojnë shkeljet të të tjerët, duke menduar që nëse do kishin qenë në të njëjtat rrethana, do të kishin bërë edhe vetë të njëjtën gjë. Prindrit hezitojnë që t'i korrigjojnë fëmijët e tyre dhe mësuesit që t'i ndëshkojnë nxënësit e tyre, ndërsa publiku duron lloj-lloj vandalizmash dhe sjelljesh antishoqërore pa murmuritjen më të vogël. Aforizmi i pranuar gjërësisht duket se thotë që ligësia mund të shpërfillet për aq kohë sa është e mundur dhe ndëshkimi duhet të jetë zgjedhja e fundit vetëm atëherë kur ligësia mund të shkaktojë pasoja shumë të rënda shoqërore. Gatishmëria për të toleruar dhe për ta lejuar ligësinë deri në caqet e saj shihet si virtyt, ndërsa të jetuarit sipas parimeve të qarta të së drejtës dhe së gabuarës censurohet nga disa si morali dyshimt. Në qasjen tonë pagane, ne marrim të mirëqen që Perëndia ndan të njëjtën ndjesi si ne. Ideja që ndëshkimi mund të jetë ligji moral i botës së Perëndis dhe një shprehje e karakterit të tij të shenjtë, na duket si diçka tepër e pabesueshme. Ata që e besojnë këtë akuzohen se po i veshin Perëndis impulset e tyre patologjike të zemërimit dhe të hakmarrjes. Megjithatë, Bibla mjaft herë këmbgul që kjo botë, të cilën Perëndia e krijoi në mirësinë e tij, është një botë morale ku ndëshkimi është po aq thelbësor
sa edhe frymëmarrja. Perëndia është gjykatësi i të gjithë tokës dhe ai do të shpalos drejtësinë duke shfaqsuar të pafajshmin, nëse ka ndonjë të tillë, por dënon, fraza që përdor Bibla është viziton pa udhësinë mbi shkelësit e ligjit. Shih Zanafilla kapitulli 18, vargu 25. Perëndia do të dilte jashtë karakterit të tij nëse nuk do ta ndëshkonte mëkatin. Pa e njohur dhe pa e ndjerë të vërtetën e këtij fakti, pra që shkelësit nuk kanë asnjë shpresë të natyrshme te Perëndia përveç se gjykimit të tij ndëshkues, asnjë nuk mund të përfitojë besimin biblik në hirin hyjnor. E treta, paaftësia frymërore e njeriut. Libri i Dale Carnegie, Arti për të fituar miq dhe pushtet, ka qenë pothuajse një Bibël moderne. Vitet e fundit është ngritur një teknik e tërë marrëdhëniesh biznesi mbi parimin e vendosjes së tjetrit në atë pozitë ku ai nuk mund të thotë dot jo me dinjitet. Kjo i ka bërë burrat dhe gratë moderne më këmbëngulës në besimin e tyre, i cili ka mbajtur gjallë fetë pagane që nga fillesat e tyre. Domethënë, bestytnin që ne mund ta ndreqim marrëdhënien tonë personale me Perëndin duke e vendosur atë në një pozitë ku ai nuk mund të na thotë më jo. Paganët që moti mendonin që t'ja arrinin kësaj duke i shumëfishuar dhuratat dhe flijimet e tyre. Paganët modern përpiqen ta bëjnë këtë gjë përmes vajtjes në kish dhe përmes moralit. Duke e pranuar që nuk janë të përsosur, ata ende janë të sigurt se sjellja e tyre e mirë, tani e tutje, do t'u garantojë në fund pranimin e Perëndisë. Pavarësisht se çfarë kanë bërë në të shkuarën. Mirpo, pozicioni i Biblës është, për ta thënë me fjalët e Topladit, punët e duarve të mia s'mbushin dot ligjin e tij. Sikur gjithnjë të punoj, edhe Lot nëse lëshoj, faji im nuk ndreshet dot. Duke na detyruar të pranojmë pamundësinë tonë dhe të dalim në përfundimin, vetëm ti shpëton, o Zot. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqsohet para tij përmes veprave të ligjit, deklaron Pali tek Romakëve, kapitulli 3, vargu 20. Ndreshja e marrëdhënies son me Perëndin, fitimi sërish i favorit të Perëndisë pasi e kemi humbur një herë, është përtej fuqisë së secilit prej nesh. Kushdo duhet të dallojë dhe t'i përulet këtij fakti përpara se të përfitojë besimin biblik në hirin e Perëndisë. E katërta, liria sovrane e Perëndisë. Paganizmi i lashtë e konsideronte çdo perëndi si të lidhur me adhuruesit e tij përmes interesave vetjake, sepse mirëqenia e tij ishte e varur nga shërbimi dhe dhuratat e tyre. Paganizmi modern ka në pavetdijen e tij një ndjenjë të ngjashme që Perëndia është disi i detyruar që të na dojë dhe të na ndihmojë, ndonse nuk e meritojmë as pak atë. Ishte edhe ndjesia e shprehur nga mendimtari liberal francez, i cili vdiq duke murmuritur: Perëndia do të më fal. E ka për detyrë. Qu'est-ce son métier? Mirpo, kjo ndjesi nuk ka baza të forta. Perëndia i Biblës nuk e mbështet mirëqenien e tij te krijesat e tij njerëzore. Shih Psalmi 50, vargjet 8 deri në 13. Veprat e Apostujve kapitulli 17, vargu 25. As nuk është i detyruar të na falë tani që kemi mëkatuar. Prej tij mund të presim vetëm drejtësi, dhe drejtësi për ne do të thotë një dënim i sigurt. Perëndia nuk i ka borxh askujt që të frenojë rrjedhën e drejtësisë së tij. Ai nuk është i detyruar të tregojë mëshirë dhe falje. Në rastet kur ai vepron kështu,
atëherë themi që është një veprim i vullnetit të lirë, i panxitur nga ndokush. Kështu pra, nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Romakëve, kapitulli 9, vargu 16. Hiri është i lirë, si të thuash, buron nga vetvetja, dhe se rrjedh prej atij që ishte i lirë për të mos treguar hir. Vetëm atëherë kur arrim të shohim se ajo që përcakton fatin e secilit individ është nëse Perëndia vendos apo jo që ta shpëtojë atë nga mëkatet e tij, dhe se ky është një vendim që Perëndia nuk është i detyruar ta ndërmarrë për asnjërin rast, vetëm atëherë mund të fillojmë që të kuptojmë këndvështrimin biblik mbi hirin. Nuk fitohet dhe as meritohet. Hiri i Perëndisë është dashuria e treguar lirisht ndaj mëkatarëve fajtor, në kundërshtim me atë që ata meritonin dhe madje duke sfiduar edhe dënimin e tyre. Hir është kur Perëndia tregon mirësi ndaj personave që meritojnë vetëm ashpërsi. E kemi parë pse mendimi i hirit vlen kaq pak për disa pjesëmarrës në kish, sepse ata nuk ndajnë të njëjtat koncepte besimi për Perëndinë dhe njeriun me ato që përcakton hiri. Tani lind pyetja: pse ky mendim ka kaq shumë rëndësi për palën tjetër? Përgjigja nuk duhet kërkuar shumë larg. Në fakt, ajo është e qartë nga sa kemi thënë tashmë. Është më se e qartë që sapo dikush bindet se kondita dhe nevoja e tij është pikërisht ashtu siç i përshkruhen, atëherë ungjilli i hirit të dhjatës së re do ta magjeps atë plot mahnitje dhe ngazëllim. Thjesht sepse ky ungjill na tregon që gjykatësi ynë është bërë tashmë shpëtimtari ynë. Hiri dhe shpëtimi qëndrojnë bashkë si shkaku dhe pasoja. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Efesianëve kapitulli 2, vargjet 5 dhe 8. Sepse hiri shpëtues i Perëndisë ju shfaq gjithë njerëzve. Titit, kapitulli 2, vargu 11. Ungjilli deklaron se si Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Gjoni 3:16. Se si Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Romakëve, kapitulli 5, vargu 8. Se si është hapur një burim mbi mëkatin dhe papastërtinë në përputhje me profecitë. Zakaria, kapitulli 13, vargu 1. Dhe se si Krishti i gjallë po thërret tashmë të gjithë ata që e dëgjojnë ungjillin. E janë i tek unë, dhe unë do t'ju çlodh. Mateu, kapitulli 11, vargu 28. Siç e formuloi edhe Isaac Watts në thënien e tij më ungjillore, për të mos thënë më të lartësuar, ne jemi për nga natyra në një situatë tërësisht të pashpresë. Zërin e paçmueshëm të hirit dëgjoj. Nga fjala e shenjtë e Perëndisë kumboj. E janë jo mëkatar të mirë dëgjoni, dhe në Zotin Jezu Krisht besoni. Sovranes thirrje i bindet shpirti im. Vrapona i te ky shpëtim. Besoj premtimin tënd, o Zoti im. Ndihmom në mosbesim. Te burimi i bekuar i gjakut tënd, i mishëruar i Perëndi, vrapoj, që shpirtin tim plotësisht të pastroj, nga çdo mëkat e njoll. Fajtor i dobët dhe pa fuqi, në duart e tua veten dorëzoj. Ty të kam Zot dhe drejtësi, gjithçka për mua, shpëtimtar je ti. Kushdo që do t'i përvetsoj me sinqeritet fjalët e Wattsit dhe do t'i shqiptoj me buzët e tij,
nuk do të lodhet kurrë së thururi lavde e hirit. Dhjata e re paraqet hirin e Perëndisë në 3 lidhje të veçanta të ndërthurura së bashku, dhe secila prej tyre është një mrekulli e përhershme për besimtarin e krishterë. E para, hiri si burimi i faljes për mëkatin. Ungjilli përqendrohet te drejtësimi, domethënë te falja e mëkateve dhe te pranimi ynë, i cili lidhet ngushtë me të parën. Drejtësimi është kalimi me të vërtetë mbreslënës nga statusi i një kriminali të dënuar në pritje të një dënimi të tmerrshëm te statusi i një trashëgimtari në pritje të një trashëgimie të jashtëzakonshme. Drejtësimi është me anë të besimit dhe ndodh në momentin kur një person vendos besimin jetëdhënës në Zotin Jezu Krisht si shpëtimtar. Drejtësimi na jepet falas, mirëpo i kushtoi shtrenjtë Perëndisë, pasi çmimi i tij ishte vdekja shlyese e birit të Perëndisë. Pse vallë Perëndia nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë? Romakëve kapitulli 8, vargu 32. Për shkak të hirit të tij, shlyerja u bë e mundur për shkak të vendimit të tij, të pavarur për të shpëtuar. Pali e bën këtë shumë të qartë. Ai thotë që ne jemi drejtësuar falas, pa paguar asgjë, me anë të hirit të tij, si rrjedhoj e vendimit të mëshirshëm të Perëndisë. Nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus, të cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore, si flijim pajtues që largon zemërimin hyjnor përmes shlyerjes së mëkateve, nëpërmjet që përfitohet prej individëve me anë të besimit në gjakun e tij. Romakëve, kapitulli 3, vargjet 24 dhe 25. Krahaso me Titit, kapitulli 3, vargu 7. Sërish Pali na thot që në Krishtin ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve sipas pasurisë së hirit të tij. Efesianëve, kapitulli 1, vargu 7. Reagimi i zemrës së krishterë, teksa mediton mbi këtë të vërtetë, duke krahasuar se si ishin gjërat më parë dhe si janë tani si rrjedhoj e shfaqjes së hirit në botë, u shpreh në mënyrën më të goditur nga Samuel Davies, president i dikurshëm i seminarit Princeton. I madhi Perëndi i mrekullive, gjithë udhët e tua, atributet hyjnore më zbulojnë, por mira akte të hirit falës, më fort se mrekullit e tua rrezatojnë. Një Perëndi që fal, kush të ngjan ty? Kush ka kaq hir dhe kaq liri, të mrekulluar plot me gëzim? Faljen ton marrim nga ti. Falje për më të ndyrat krime. Falje me gjakun e Jezusit bler. Një Perëndi që fal, kush të ngjan ty? Kush ka kaq hir dhe kaq liri? Ky hir i mahnitshëm dhe i pashoq, kjo mrekulli dashurie prej Perëndisë, e mbusht gjithë tokën me lavdërim mirënjohës, siç i mbush koret qiellore tani. Një Perëndi që fal, kush të ngjan ty? Kush ka kaq hir dhe kaq liri? E dyta, hiri si motivi i planit të shpëtimit. Falja është zemra e ungjillit, mirëpo nuk është e gjithë doktrina e hirit. Arsyeja është sepse dhjata e re e vendos dhuratën e faljes prej Perëndisë në kontekstin e një plani shpëtimi, i cili e ka zanafillën me përcaktimin e kishës që përpara themelimit të botës, dhe do të përmbushet vetëm kur ajo të jetë e përsosur në lavdi. Pali referohet shkurtimisht këtij plani në disa vende. Shih për shembull Romakëve kapitulli 8, vargjet 29 dhe 30, 2 Thesalonikasve kapitulli 2, vargu 12 dhe 13.
Mirëpo për shkrimin më të plot të këtij plani, ai e bën në një paragraf të gjatë, sepse pavarësisht fjalive nënrenditëse, rrjedha e mendimit në thelb përbën një paragraf të vetëm, i cili fillon nga Efesianëve kapitulli 1 vargu 3 deri te kapitulli 2 vargu 10. Siç vepron shpesh, Pali fillon me një deklarat përmbledhëse dhe e kalon pjesën tjetër të paragrafit duke e analizuar dhe e shpjeguar atë. Deklarata është kjo: Perëndia na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Vargu 3. Analiza fillon me zgjedhjen e përjetshme dhe me paracaktimin për birësim në Krishtin. Vargu 4 dhe 5 vazhdon me shpengimin dhe faljen e mëkateve në Krishtin. Vargu 7 dhe kalon te shpresa e përlëvdimit në Krishtin. Vargjet 11 dhe 12 te dhurata e frymës në Krishtin, i cili na vulos si pronë e përjetshme të Perëndis. Vargjet 13 dhe 14. Prej këtu, Pali e përqendron vëmendjen e tij tek akti i fuqisë përmes të cilit Perëndia i rilind mëkatarët në Krishtin. Kapitulli 1 vargu 19 dhe kapitulli 2 vargu 7. Duke i sjell ata në besim gjatë këtij procesi. Kapitulli 2 vargu 8. Pali i përshkruan të gjitha këto si element të një qëllimi të vetëm, të madh dhe shpëtues. Kapitulli 1 vargu 5, 9 dhe 11. Dhe na thot që hiri, mëshira, dashuria, mirësia, kapitulli 2 vargjet 4 dhe 7, është forca e tij motivuese. Shih kapitulli 2 vargjet 4 deri në 8, që pasuritë e hirit të Perëndis shfaqen gjatë gjithë administrimit të tij. Kapitulli 1 vargu 7. Kapitulli 2 vargu 7. Dhe se lëvdimi i hirit është synimi i tij përfundimtar. Kapitulli 1 vargu 6 krahaso me kapitullin 1 vargu 12 dhe 14, kapitulli 2 vargu 7. Prandaj, ne, besimtarët, mund të ngazëllojmë kur mësojmë se kthimi ynë në besim nuk ishte rastësi, por ishte një akt i Perëndis, në përputhje me një plan të përjetshëm për të na bekuar me dhuratën falas të shpëtimit nga mëkati. Kapitulli 2 vargu 8 deri në 10. Perëndia premton dhe është përkushtuar ta çojë planin e tij në përmbushje, dhe përderisa ky plan zbatohet nga fuqia sovrane, kapitulli 1 vargjet 19 deri në 20, nuk ka asgjë që mund ta pengojë atë. Me të drejtë u shpreh Isaac Watts me fjalë sa madhështore, aq edhe të vërteta. Shpalle të mrekullueshmen besnikëri. Kudo dëshmo fuqinë e tij. Këndo për tëmblin premtim të hirit të tij dhe për Perëndin ton që sjell shpëtim. I gdhendur si në të përjetshmin bronz, shkëlqen premtimi i madh. Të errësirës fuqi nuk munden dot, të përjetshmet fjalë t'i fshin. E fort fjala e hirit të tij, sa vetë qiejt i krijoi, dhe zëri që yjet i lëviz, të gjitha premtimet i shqiptoi. Në të vërtetë, yjet mund të bien, por premtimet e Perëndis do të qëndrojnë përjet dhe do të përmbushen. Plani i shpëtimit do të realizohet deri në përmbushjen triumfuese dhe hiri do të rezultojë sovran. E treta. Hiri si garancia për ruajtjen e shenjtorëve. Nëse është e sigurt që plani i shpëtimit do të përmbushet, atëherë e ardhmja e të krishterit është e sigurt. Nga fuqia e Perëndis me anë të besimit jeni të ruajtur. 1 Pjetrit, kapitulli 1 vargu 5. Pra jam dhe do të vazhdoj të jem i ruajtur. Nuk ka pse ta torturoj veten me frikën se besimi im mund të dështoj.
Ashtu sikurse hiri më solli fillimisht në besim, ashtu edhe do të më mbaj duke besuar deri në fund. Besimi prej fillesës dhe në vazhdimsinë e tij është një dhuratë e hirit. Shih Filipianëve kapitulli 1, vargu 29. Prandaj i krishteri mund të thotë bashkë me Doddridge: hiri në fillim e shkroi emrin tim në të përjetshmin libër të Perëndisë. Hiri në duart e qengjit më dha, atij që mori gjithë pikëllimin tim. Hiri shpirtin të lutet ma mësoj, dhe dashurin false ta njoh. Hiri më ruajti deri sot, dhe kurrë nuk do të më lëshoj. Reagimi i duhur. Nuk kemi pse të kërkojmë ndjes që i jemi referuar kaq lirshëm trashëgimisë son të pasur të himneve me tematik hirin falas. Mjerisht, një tematik e përfaqësuar kaq dobët në shumicën e librave të himneve të shekullit të 20. Pasi ato i shprehin më mprehtë se sa proza i det tona. As nuk kemi pse të kërkojmë ndjes që po citojmë tani edhe një himn tjetër në formën e përfundimit për reagimin e duhur që duhet të ngjallë në ne njohuria e hirit të Perëndisë. Është thënë që doktrina e dhjatës së re është hiri, ndërsa etika e saj është mirënjohja. Është thënë gjithashtu se ka diçka të gabuar me çdo formë të krishtërimit ku kjo thënie nuk gjen përdorim jetik dhe praktik. Ata që supozojnë se doktrina e hirit të Perëndisë ka prirjen për të nxituar shturje morale, shpëtimi përfundimtar është i sigurt pavarësisht se çfarë bëjmë ne. Prandaj sjellja jon nuk ka rëndësi. Vetëm sa po tregojnë në kuptimin më të drejtë për drejtë që nuk ja kanë iden se për çfarë po flasin. Duke qenë se dashuria zgjon një reagim dashurie dhe dashuria, pasi është zgjuar, dëshiron të sjellë kënaqësi. Vullneti i zbuluar i Perëndisë është që ata të cilët e kanë marrë hirin duhet të përkushtohen tani e tutje veprave të mira. Efesianëve kapitulli 2 vargu 10, Titit kapitulli 2 vargjet 11 dhe 12. Mirënjohja do të motivojë çdo që ka marrë me të vërtet hir që të bëj ashtu siç kërkon Perëndia dhe çdo ditë do të përgjërohet kështu. Sa borxhli që jam ndaj hirit. Kam detyra ndaj tij plot. Le të bëhet hiri prang. Zemrën mlidh me ty, o Zot. Sepse unë prirem për t'u endur. Prirem të të lë, o Zot. Merr ma zemrën e vulosma për oborin tënd qiellor. A pretendon se e njeh dashurinë dhe hirin e Perëndisë në jetën tënde? Atëherë vërtetoje, duke u lutur në të njëjtën mënyrë.